Ti që je në errësirën e problemeve, ty që të kanë kaplu errësirat për shkak të sherrëve të njerëzve e gjinëve, ti përgëzo me felek, me daljen nga errësira në dritën ati që e ka në dorë dritën edhe errësirën. Aja qanë errësirën, aja qanë sprovën, aja qanë telashën që ti me dalë në selamet, në bregun e dritës edhe në bregun e shpëtimit. Që kjo felek, sa ka kuptime ndaj që japin, kuptimet e optimizmit, shpresës, rrugdaljes, Rabbil Felek. Gjithë nga që marrëm është se felek të ndëvëzën sabah kur del, a përjer bëhet dita kada ka dal. Jo kada ka dal. Andaj dhe ti mene nga fjallë felek, rrugdala nuk vjen shpesh e menjëherë. Zgjidhjet nuk jenë menjëhershme. Përmirësimi i gjendjes nuk është menjëhershëm. Po dal nga dal. Edhe në kuptim të muslimanëve, edhe në kuptim të venit, edhe në kuptim të familjes, apo situatat e rënduara, problemet, zgjidhen. Nëse ti një këtë rrugë, kërkon nga Allah mbrojtje, afrohesh, e pastaj Rabbil Felek në mënyrë graduale. Sabër, duhet përkushtim, duhet punë, angazhim, duhet pagu çmimin e rrugdaljes, ama bën e bindës ajo ka marrë. Dhe gjithë shka është në dorën e ti, nuk kupton procesin e qarjes, çashtu kanë mu qa problemet, çashtu vallai kanë mu qa kurthat e njerëzve të ligë, çashtu kanë mu qa hipokrizit e hipokritëve, e ka me do në shesh e vërteta, e drejta, drita Allahu xhallahu tëna, nga se aja ka ndorë këtë çështje.